Mirëmëngjes, s'gen jemi korrekt deri tani? Mirëmëngjes, ti je gjithmonë shumë e përgatitur. Po të lutem tani, po ç'do. Dhe unë nuk e di me kë konsultohesh, se me mua as e konsultuar. Jo, me ty asnjëherë, thjesht yjet vinë yjet planetet dhe manifestojnë në trurin tim. Interesante. Më bëhet qefi për këtë, dua sa më shumë njerëz që të updatehen mbi kalendarin astrologjik, përveç kalendarit të bajatshëm ditor që kemi. Hënët e reja nuk bëjnë namin, po të paktën sjellin dyer të reja dhe energji të freskëta të gjithë shenjave, kështu që sa herë që ka një hënë të re është një periudhë e mirë manifestimi dhe jo, nuk janë hënë të plota për të manifestuar, janë hënët e reja. Duhet ta qartësojmë gjithmonë këtë sepse njerëzit marrin letër dhe shkruajnë dëshira me hënë të plot, bëjnë manifestime. Ajo vlen vetëm për disa persona që mund të jenë shumë të lidhur me hënën, por jo të gjithë mund të manifestojnë në hënë të plot, është për mbyllje e kapitujsh. Duke nisur me të gjitha shenjat, nga shenja e dashit, që hëna e re do i sjellë dyert të reja financiare dhe do i hapi dyert për të pasur fitime dhe për të bërë planet më të mira kursimi dhe investimi mbi parat. Çfarëdo lloj forme, kjo gjë do e presi dashin në punë të reja, në territore të reja, në burime të reja fitimprurse dhe kjo hënë e re e bekon me pjesën e financave për të gjithë dashët që deri më tani nuk kanë pasur rrugëzidhje me paran, me të ardhurat dhe me punën se ku ndodhen. Kështu që le të trokasin diku sepse dera do i hapet. Për vetë shenjën e demit, kjo do jetë një ndikim transformues dhe le të themi ai momenti ku i bën reset energjisë, pra një riformatimi i energjisë dhe një harmonizimi i energjisë për shenjën e demit të lidhur me universin, që do thotë do filloj të rikrijohet nga e para çdo gjë që ka me veten, do jetë me një energji më të re, më të freskët dhe më të optimiste dhe të vrrullshme për të nisur gjëra të reja. Kjo sjell gjithashtu projekte të reja dhe marrëdhënie të reja afatgjata, marrëdhënie biznesi, marrëdhënie bashkëpunuese dhe marrëdhënie padyshim në çift. Kështu që për të gjithë demat që duan njohje të reja, do jetë pikërisht periudha dhe momenti më i favorizuar dhe më me fat për të gjetur personin e duhur. Për shenjën e binjakëve, kjo hënë e re i sjell punë të brendshme me veten, punë në prapasken, një moment reflektimi, një moment rikarikimi dhe do shkarkoj të gjitha energjit negative. Është periudha e pastrimit dhe seleksionimit të saktë të gjërave, të njerëzve, të situatave, të punëve, që do të thotë të nxjerrin jashtë gjërat e errta dhe të mbajnë vetëm dritën me veten, të mbajnë optimizmin, të mbajnë mendimet pozitive dhe kjo gjë padyshim që ndikohet nga rrethanat, ndikohet nga njerëzit që ka rreth vetes, ndikohet nga puna, kështu që çfarëdo lloj gjëje që është negative, pse të mos dali jashtë dhe pse të mos iki një herë mirë nga jeta e binjakëve. Shfrytëzojeni këtë periudhë për të pastruar energjetikisht dhe largoni çdo njerëz që ju sjell lodhje, ngarkesë, negativitet. Zakonisht njerëzit që zbrazin shumë problemet e veta, her pas here ngarkojnë njerëzit e tjerë dhe her pas here sa do njerëz të mirë të jenë, ndonjëherë ata e prishin jetën tonë duke na bërë të mendojmë negativisht, duke dëgjuar vetëm probleme të tjerëve. Prandaj binjakët duhet t'i kushtojnë rëndësi rrethit shoqëror. Shenja e gafores do ketë nisma të reja në shoqëri, nisma të reja në grupe sociale, në punë dhe do gjejnë territore më të mira për të sjellur në plan ëndrat e veta afatgjata. Kështu që gaforet do gjenden në vende më të mira për të bërë realitet ëndrat e tyre dhe për të zhvilluar karrierën e tyre. Ndaj të gjithë gaforet do e ndjejnë veten më të lirë, më të hapur dhe më vetvetja për të shprehur ato që duan dhe nëse e thojnë planin apo strategjinë e tyre në vendin e duhur, aty ku kjo strategji bëhet realitet, atëherë padyshim që gaforet do jenë me shumë fat dhe do bëjnë të mundur të krijojnë një bazament të ri financiar dhe një emër të ri në karrierën e tyre. Por kjo do vi gradualisht nëpërmjet njerëzve, nëpërmjet rrethave sociale dhe kontakteve me miqt. Për shenjën e Luanit, kjo hënë e re sjell një frymë të re në karrierë dhe në reputacionin e tyre, kështu që është pikërisht ai momenti ku je në proces të diçkaje dhe vjen një përgjigje, një aprovim apo një vend ku Luani i vë vulën karrierës dhe fillon e bën më të bujshme punën e saj apo të tij.
Kështu që për të gjithë procesit, luanët do marrin rezultatin, do marrin fitoren, arritjen dhe do kapin vendin që duan për të vënë emrin e tyre në një hapësirë më të madhe dhe më të gjerë audience apo njerëzish dhe reputacioni i tyre ngrihet akoma më shumë. Kështu që të gjithë luanët duhet ta vazhdojnë procesin sepse do marrin rezultat. Për shenjën e vizhëreshës, hëna e re në dem sjell ndjesinë e aventurës dhe ndjesinë e çlirimit emocional dhe të daljes nga zona e komfortit. Mund të sjellë qëllimin për të vizituar një vend të ri, për të udhëtuar, pra janë qëllime që nuk lidhen me domosdoshmërisht vetëm me plane apo karrierë, por janë qëllime që i bëjnë mirë shpirtit të tyre, që do të thotë nëse kanë një qëllim për të vizituar një vend ku kanë pasur vite ëndër, do jetë tani momenti që do e bëjnë. Apo do kenë qëllimin për të publikuar një gjë të rëndësishme që ata kanë punuar për vite ose muaj me radhë, tani do jetë momenti i publikimeve dhe aty ku vizhëresha të shpalosin ngjyrat e veta të vërteta, sepse jemi mësuar të njohim si shenja shumë serioze, shumë objektive, shumë racionale, por kanë dhe ato ngjyrat e tyre dhe anën e tyre artistike, kështu që duhet që të duartrokasim për gjërat që ata do nxjerrin sepse do jenë realisht shumë të bukura dhe gjithmonë si çdo vizhëresh e menduar në detaje. Për shenjën e peshores, kemi një transformim total shpirtëror dhe material, që do të thotë këtu transformohet mënyra se si peshorët fitojnë para, mënyra se si i shpenzojnë parat dhe mënyra se si i bëjnë mbi të gjitha, se si i kanë ato burimet financiare. Do punojnë me veten e brendshme, me ato që peshorët ndjejnë se i mungon brenda vetes, do fillojnë t'i kompensojnë dhe të punojnë me to, dhe mbi të gjitha do kemi ndryshime në marrëdhëniet intime, që do thotë shumë peshorët do eksplorojnë më shumë anën romantike, do eksplorojnë më shumë gjërat që kanë tërheqje, do shkojnë drejt personave apo njohjeve që kanë një lloj kimie shpirtërore dhe një kimie psikologjike me këta persona, dhe mbi të gjitha do jenë edhe shumë le të themi joshës në përditshmëri, sepse do e shfrytëzojnë shumë energjinë dhe sharmin e tyre të brendshëm. Pra do jetë një periudhë ku aty do e tërheqin dhe paranë si magnet, por edhe atë joshjen deri diku seksuale do e kenë si magnet rreth vetes, kudo dhe do bie në sy për këtë gjë. Kështu që peshorët le të themi që kanë këto dy aspekte shumë të rëndësishme dhe do i shfrytëzojnë më së miri. Në horizont apo? Në një fushë e re që është e paprovuar apo thjesht e sapo inauguruar për peshorët dhe një fushë e re ku bëhet fitimprurse. Nuk e di, inshallah vjen dita paguani dhe për të marrë frymë. Se veç këtë s'keni provuar. Bukur do ishte. Nuk paguemi duke ndetë. Thjesht punojmë, Po pra do doja thënë, vinte edhe ky moment. Në fakt po ke drejti edhe kur marrim frymë duket sikur po punojmë. Domethënë ai quajmë punë. Aq shumë, domethënë. Punoni. Kalojmë tek shenja e akrepit. Për akrepin kemi një kapitull të ri romantik dhe kapitull të ri në dashuri. Kjo mund të sjellë padyshim edhe ndarje për të nisur kapituj të reja, mund të sjellë edhe ndryshime në dashuri dhe kriza për të gjithë marrëdhëniet të cilat janë toksikuar me njëra tjetrën dhe nuk sjellin më rezultate mbi të ardhmen, por më e bukura do jetë për ata që nuk përjetojnë ndarje, do jenë akrepat beqartë, të cilët do kenë njohje të reja, takime romantike, do ftohen në dejte, do kalojnë nga komunikimi në rrjetet sociale, do flasin për më tej, për më gjërë dhe do zhvillohen marrëdhëniet, do kenë takime spontane, do jenë me miq, do njohin dikë, do jenë duke udhëtuar, do njohin dikë, pra në çfarëdo lloj forme, dashuria vjen me një kapitull të ri për akrepat dhe kjo do sjellë ribesimin e akrepit në dashuri, sepse aty do jenë të gjitha të bukura, do jetë flirti, do jetë romanca, do jetë shoqëria rreth tyre, do jetë muzika, arti, parti dhe eventet. Çdo gjë që vjen në një formë porrallore do vi pikërisht tek akrepi dhe do e ndjej veten më me fat se kurrë, të paktën lidhur me dashurinë, se pastaj për të qenë me fat duhen dhe gjëra të tjera, kemi jetën, familjen, pronat, financat, por dashuria merr një lloj drite në këtë periudhë. Për shigjetarin kemi periudhën e rishikimit të shëndetit, rutinës, palestrës, kujdesit ndaj vetes, detoksifikimit,
pra momenti kulminant për të nisur një rutinë të shëndetshme. Dhe hëna e re në dem e frymëzon shigjetarin për të rregulluar rutinën, marrëdhëniet me njerëzit, marrëdhënien me veten dhe të gjitha problemet shëndetësore të anashkaluara që do vijnë në fokus në këtë periudhë. Është pak një frymëzim serioz që mund t'i vi shigjetarit, sepse do e marrë jetën, veten dhe punën seriozisht, por është dhe gjithashtu një moment shumë i rëndësishëm sepse këtu përmirësohet jetesa. Dhe mbi të gjitha, punë të reja do vijnë për të gjithë shigjetarët që janë duke kërkuar dhe nuk vjen një punë e çfarëdoshme, por vjen punë që është më së përshtatshme për vetë shenjën dhe kriteret që ka kjo shenjë. Ndaj do ndihen me fat dhe do ndihen edhe të favorizuar se do kenë punë dhe do kenë kontribut për të dhënë në projektet ndryshme. Kalojmë tek shenja e Bricjapit. Për shenjën e Bricjapit, njësoj vjen edhe për Bricjapin ana romantike, merr një dritë dhe merr një lloj shprese, sepse aty do filloj dhe për Bricjapin të ndizen llampat e dashurisë, të nisin flirtet, njohjet dhe një kapitull i ri romantik. Bricjapët do e ndjejnë veten pas shumë kohësh me fat në këtë drejtim, sepse do rregullojnë marrëdhëniet e prishura që mund të kenë qenë të parregulluara dhe të mbajtura me plag me vete, dhe gjithashtu do shërohen shpirtërisht, por për të gjitha Bricjapët që janë beqar, ata do e kenë akoma më të mirë këtë periudhë, sepse çdo dashuri që do nisi për ta, do nisi vrullshëm, do nisi me të gjithë të bukurat e saj, do nisi me të gjithë ndjesinë e filmave dhe mund ta gjejnë dashurinë kudo, duke bërë xhiro me makinë, duke ndenjur në park, duke u parë në një party, duke ndenjur në shtëpi, duke parë një film, pra do gjejnë të gjitha format romantike të bukura dhe do i veprojnë të gjitha këto gestet që ka dashuria për ta ndjerë veten sa më mirë. Kështu që po, Bricjapët do bëhen më romantik se e zakonshmja. Për shenjën e Ujorit kemi një periudhë shumë të rëndësishme nismash të reja, por jo vetëm nismash të reja, një periudhë ku stabilizohet jeta e tyre, që do të thotë shumë ujore do marrin pronën që kanë ndërruar, shtëpinë, dyqanin, biznesin, apo çfarëdo lloj prone që i sjell atyre lumturinë. Do themelojnë biznesin që kanë dashur, do marrin ndihma të mëdha financiare, buxhet, fonde, mbase dhe kredi, që nuk është shumë e kënaqshme, por do jetë pikërisht periudha ku buxheti i tyre aprovohet për mirë dhe ata marrin një lloj suporti financiar për të bërë gjërat që ëndërrojnë dhe një gjë që mund t'i marrë fokusin do jetë shërimi i plagëve familjare. Pra nëse ka plagë familjare apo situata të pasqaruara dhe tensione familje, do jenë pikërisht ujorët që do rregullojnë këtë gjë. Dhe peshqit do zhvillojnë më së shumti punë që lidhen me komunikimin. Do jenë mësues të mirë, do mësojnë dhe do trajnojnë të tjerë, do bëjnë trajnime të ndryshme dhe gjithashtu do favorizojnë të gjithë peshqit që punojnë në vende që ka të bëj komunikimi, por po ashtu do mësojnë dhe do njohin njohje të reja, lidhje të reja, do kenë të bëjnë me njerëz ku peshku mëson diçka dhe impresionohet, pra nuk është gjithmonë në atë statusin ku nuk i bën përshtypje asgjë, por do fillojnë t'i bëjnë përshtypje gjërat dhe do sjellin kontakte dhe kontrata të reja për shkak të talenteve që mund të mos i kenë vënë ende në përdorim. Pra do bëjnë biseda të rëndësishme për projekte të rëndësishme dhe për një të ardhme më të mirë. Dhe për të gjithë peshqit që kanë talente, por nuk i kanë vënë përdorim dhe kanë nisur nga gjërat vogla, do fillojnë të sjellin fitime të shumta nga kjo gjë dhe nga ky lloj zanati i përditshëm që ata mund të bëjnë. Hajde, tani besoj dhe ju duke marrë frym. Do paguani. Do paguani. Jam shumë i varur nga lek. Jam romantik. Jo, unë thash për të shpërblyer, jo për... Nuk është diçka paraja në këtë jetë të jëzgjen. Se kur flasë për dashurin, thua jo, mua s'më përket, unë nuk kam lidhje me këtë parashikim. Më të romantik s'ka lidhje me dashurin, në thjesht natyrë romantike. Shiko, unë them më mirë t'jeni unik në sojnë tuaj, edhe është dhurata më çmuar që mund t'ju jepet. Kompleks peshku, është kompleks. Po pra, është vështirë t'ju marrin vesh. Kur ju gërmojmë nga një anë, ju nxirrni këtë anën tjetër. Mos e gërmoma, lëre, se shumë talente, po një peshku ynë, shumë trajnime, shumë lek, shumë punë, nuk e di se si doja dali, veç kocka do të sjellësh në një ditë në emision.
Po, e vërtet është. Po që të marrësh me vetë mordial. Shikoni punët tuaj, mos u merrni me punë të profesorit. Faleminderit, Isger. Ju falenderoj shumë. Faleminderit shumë.